Sekretit e dosjes 2 Erion Velia tani më i pa shpresë apo me shpresë. Sepse në fakt, nga që fushata ka filluar shumë e fortë, duket sikur gjithmonë më pak merren me fatin politik, por sidomos atë juridik të Erion Velia. Ishte një puç, një konspiracion ajo dosja numër 2, e cila justifikon mbajtjen në burg të Erion Velia, dhe Erion Velia tani e kemi trajtuar edhe një herë, po duket sikur askush nuk po flet për të, ai vetë nuk çon me mesazhe. Çfarë po ndodh? Si e shef si situatë? Nuk e di, po këto kohët e fundit ka patur debate në media, bile ka pat gazetarë të cilët diskutonin një skemë dhe thonin që Erion Velia ndërtoi një strategji të gabuar në marrëdhënie me Spakun dhe për këtë arsye mbeti brenda. Më thënë, kur debati në sistemin ligjor për fajsi apo fajsi, për shkelje ligji ose më shkelje ligji, kthehet në strategji komunikimi, këtu unë me thënë drejtën, gjithsesi për Erion Velinë nuk flas dot tani, sepse më duhet zbardhja e vendimit gjykatës së apelit kuptoi cilët ishin. Po ka dalë ai vendim? S'ka dalë akoma. S'ka dalë. S'ka dalë. Në fakt, në herën tjetër që kemi qenë në emision, thënë që do ta bezish po pres ta zbardh. Sepse nuk flas dot, sepse gjithë debati këtu ka qenë Erion Velia po mbajt në burg për vjedhje apo për strategji të gabuar në komunikim me prokurorët. Po pra ata i fakti që morin celularin atë oficerit policisë ka folur. Do të thënë, në qoftë se Erion Velia mbajt në burg për këtë arsye, ne po prodhojmë një ero pas zgjedhjeve. Në qoftë se mbajt për vjedhje... Ke që ka luftë politike të brendshme aty? Jo, me. Se thonë që... Historikisht nuk kam qenë në sistemi politik që funksionon në Shqipëri, që janë parti kryetarësh, qoftë në Parti Socialiste, qoftë në Parti Demokratike, harrojnë i grupet. Kush grup tenton të ngrihet mbi vullnetin dhe të dominoj vullnetin e kryetarit qoftë Ky te Rama, qoftë ky te Berisha, qoftë të gjithë tjerët. Po, nuk mendoj që është kjo fare.